Në zgjedhjet e 11 majit, 3 ish banor të Big Brother VIP, Armaldo Klogjeri, Fotini Derxho dhe Jetmir Salaj do të jenë në garë për një vend në Kuvendin e Shqipërisë. Ky fakt ka marrë vëmendje edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili komentoi me ironi fenomenin duke e krahasuar realitetin politik me popularitetin e spektaklit televiziv. Njësoj si ata të shkretët, njerëzit e Kënetës që u futën me kokë në primare dhe si përfundim, nxori më shumë Big Brother i kandidat në listat e Kënetës se sa që nxorën primaret. Më vjen shumë keq, por ato sondazhet i janë të vërteta. Rama la të kuptohet se trendi i famës po zëvendëson gjithnjë më shumë procese tradicionale politike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.